Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të programit do të flasim për lartësi, për performancë dhe show ekstrem. Të gjitha këto i bën bashk një akrobate e talentuar, siç është Fiona Rushiti. Fiona, mirë se vjen në Living Day. Faleminderit për ftesën. Shumë komplimenta edhe për veshjen, shumë komplimenta për të gjitha performancat e tua. Shumë faleminderit. Sa po të sheh të krijon një emocion të jashtëzakonshëm në secilën prej zgjedhjeve që ke dashur të bësh në publik dhe në pjesëmarrje të ndryshme televizive, të cilat të lën pa fjalë. Je duke përgatitur për performancën e radhës, që do të jetë diçka e pazakontë që nuk është realizuar asnjëherë në Shqipëri. Ja. Po, edhe këto s'janë realizuar Jo, s'janë realizuar, ti ke realizuar për herë të parë. Në Shqipëri të tani që i kam realizuar unë, ja, nuk do i bëj përshtypje, ndoshta njerëz, nesër pas nesër për t'i bëj dikush tjetër, por po, jam duke punuar më saktë për një performancë tjetër që e kam shumë lart, që mezi po e pres dhe që e dua shumë. E cila ka dhe një rrezikshmëri të lartë. Për këtë arsye, është pak e vështirë për t'u realizuar në këtë moment, dhe siç ti po e mendon në Shqipëri. Po, do t'a bëj... Kam vendosur, dhe me thëmë, po vazhdoj trajnimet jashtë shtetit, edhe pa tjetër që do t'a sjellë këtu, por ndoshta disa gjëra është më mirë ti vazhdojmë jashtë, më kupton, dhe pastaj ti sjellim në Shqipëri duke... Pasi ti jesh e trajnuar dhe pasi ti jesh e sigurt për atë që do të bësh. Pa tjetër që po, sepse ajo është komplet tjetër gjë, do me thënë. Dhe nuk është vetëm Fiona, edhe nuk e di tani se si do ndihem në fakt, se dikush tjetër do jetë aty me mua. Por që vëmendjen e performancës Por që performanca të përket plotësisht ty. Fiona, a ke ti frikë? Po, edhe kam. Njerëz jemi. Pa tjetër që kush nuk ka frikë nga lartësit. Ideja është që momentin që unë e kam atë frikën, unë them që është pikërisht momenti që unë duhet ta bëj këtë gjë dhe kështu kam arritur që të bëj shumicën e performancave. Pastaj në disa performanca kur unë nuk ndjehem e sigur, sepse ndodh që njerëz jemi, nuk kemi atë sigurinë ose palese si vinë rrethanat, thjesht e stopoj performancën, ndaj mendin që nuk do ta bëj edhe më mirë le të shtyhet dhe ta bëj e sigurt, se sa të rrezikoj dhe unë nuk kam pasur asnjë dështim tek performancat në lartësi, që kur e kam nisur deri tani, ja ku jam. Dhe ne bashkë tani do të shohim performancën tënde të fundit. Se jam në Itali? Po. Fiona... Më mërzitë ti cika? Unë nuk isha asnjëherë këto të mia. Çfarë ndjesie të krijon kur i shikon performancat? Mërzitesh? Për çfarë? O ja, atë në Kosovë kisha shumë të rëndësishme, në fakt nuk e prisja që të merrte vrullin që mori, unë aty isha duke bërë prova. Edhe për projektin që doja të realizoja më mbrapa, edhe ja, tani që doli video e dytë, kuptoj që për këtë projektin po lë shumë gjëra mbrapa. Më kupton, duke qenë që janë fokusuar 100% në realizimin e kësaj gjës, po lë shumë gjëra të tjera mbrapa, siç është highline-i, linja, siç quhet ndryshe në shqip, që është ajo ecja mbi litar. Edhe në fakt unë po trajnohem për atë në Itali, po periudhën e fundit nuk kam ikur, duke qenë që
total fokusin e kam pasur të projekti, pastaj kjo këtu o zoti madh. Jo, të ndalim një moment këtu. Se pam performanca laktarisht të vështira dhe të rrezikshme, por kjo që varesh me litar nga flokët, po si e realizon një herë? Po, e kam mësuar në Itali, këtë varet nga flokët, edhe ajo varesh nga flokët, unë i lidh flokët me litar, pavarësisht se i kam kështu të shkurtra, por unë i kam flokët shumë të fort, por shiko, ajo nuk është patjetër që gjithë pesha është tek flokët, por përveç trajnimit intensiv që unë kam bërë që skalpin e kokës se kam të trajnuar në atë lloj mënyre që të mbaj peshën e trupit tim, unë në të njëjtën kohë është në funksion qafa, muskujt e trupit, sepse unë nuk e lë trupin të lirë në për performanca që të kute me e gjitha, sepse ta shpjegoj në mënyrë profesionale dhe nuk e di se sa mundesh të më kuptosh, pra që i gjithë pesha nuk shkon tek flokët ashtu siç duket. Futet në shkon tek flokët, por pesha është e shpërndarë në të gjithë trup, janë muskujt ato që të ndihmojnë për të bërë këtë gjë. Pastaj patjetër dhe pesha trupit unë 50 kg jam. Kështu që jemi disa hapa përpara. Por ama nuk është me vështira për mua kjo flokëve. Me vështira për mua është edhe dhëmbë. Atë e kam pikë në dobët, ama të ka jo mos më luni fare. Unë atë e kam mësuar vetë. Po si e mban peshën e trupit me dhëmbë? Me dhëmbë, po. Aty s'kam ka mbaj fare. Nuk kam as proteza, se më thonë njerëzit ke proteza. Nuk e besojnë që unë varem nga dhëmbët, edhe kur bëj performanca në për aktivitete private, jo më larg se javën e kaluar më thanë për numrin që bëj nga flokët, më thanë mua ti ke futur ndonjë gjë në trup e ke vënë te qafa, por unë e bëj dhe varet nga qafa, dhe varet nga flokët, dhe varet nga dhëmbët, por në atë moment unë isha nga flokët dhe njerëzit nuk e kuptonin. Pra ka akoma njerëz që nuk e kuptojnë performancat e mia. Në këtë moment jam nga dhëmbët. Po. Sa kohë të është dashur ta mësosh këtë gjë? Shumë. Unë e vendosa synimin vetes që do ta mësoja atë. Ishte një nga gjërat më kryesore në jetën time dhe duke qenë që kur unë po pyes si artiste huaj, sepse është një nga disiplinat që nuk e bëjnë janë shumë të pak njerëzit që e bëjnë këtë varet nga dhëmbët, duke qenë që jo të gjithë njerëzit kanë formën rregull të dhëmbëve dhe strukturën e nofullës të fortë. Dhe unë e kam mësuar vetë atë, sepse asnjëri nuk donte të më tregonte jo. Edhe sado që i pyesja kështu, thash, okay, është momenti që unë duhet të fokusohem totalisht dhe ta provoj vetë. Dhe atë gjë unë e kam për vetë. As nuk e kam bler as jashtë shtetit, as një gjë, unë edhe jam dëmtuar, edhe i kam thyer dhëmbët. Po dentistën e kam shumë të mirë. Edhe thjesht është diçka që mendoj që nuk do ta vazhdoj dot edhe për shumë kohë, duke qenë që di që Angela muj për mujt e dentistja. Po pse ka shumë të dëmtohen dhëmbët? Po. Jep dhimbje, sado që unë i kam muskujt e nofullës shumë të fortë, por ajo është diçka që sa më shpesh e bën, duke qenë që unë duhet ta bëj shumë shpesh këtë gjë, sepse kam synime të tjera dhe duhet të mbaj muskujt në formë. Patjetër që jep dëmtime, se dhëmbë janë të shkreta. Po thyen dhëmbët e parë zakonisht apo? Jo se thye, krisen, pra jep sikur një cifël të më iki. Mua unë duhet të shkoj ta rregulloj se s'bën, sepse më ndikon tek e gjithë pesha, pastaj që unë duhet të mbaj peshën time të trupit. Por ti nuk dorëzohesh? Vazhdon përsëri, e provon përsëri? Se kam pikë të dobët edhe me këtë i kam synime shumë të mëdha, kështu që do i shkul të gjitha dhëmbët. Me nuk më intereson fare. Pa dhëmbë do vi këtu në studio. Do vi me proteza, më duket me vërtet në i ditë. Po, cilat janë këto synimet e mëdha, me qenë se pas ke idenë e qartë? Ku do të arrish? Do të jetë një konkurs? Konkurs, unë nuk konkuroj me asnjë përveç se me veten time. Kështu që kush të doj të konkuroj me mua, nuk e kam problem fare. Konkurs ndërkombëtar, se ti e ke sfiduar veten në konkurse të ndryshme, ne të kemi parë edhe në Albanian's Got Talent, këtu në Vision Plus, kështu që e ke sfiduar veten edhe në konkurse. Në fakt, në Albania Got Talent ishte thjesht ajo dëshira ime për t'i ftuar më së shumti të rinj që duhet të marrin pjesë në të tilla kompeticione, sepse ja vlen që të marrësh pjesë në të tilla kompeticione, pa e pasur fare çmimin në fokus. Jo, edhe unë edhe këtë vit kisha vajzat për vetëm arsye që duhet të shtohen talentet dhe të promovohen. Por jo, nuk e shoh veten time që jam për konkurse, thjesht, po, synimet patjetër që janë për të shkuar në rang ndërkombëtar, jo se nuk kam shkuar, sepse kam bërë performancën në Greqi që ka qenë për AEK-un për 32.000 tifoza,
dhe normalisht është një nga gjërat më të mëdhaja që kam arritur, por më duhet dhe një gjë tjetër e madhe. Shumë e madhe. Të cilën po e mendon, nuk dëshiron që ta thuash. Ne kemi mësuar që... Marrë në sysh. Prandaj nuk e them se më ka ndodhur që më kanë marrë në sysh, nuk duhet bërë plana asnjëherë. Beson të mësyshe? Nuk besoj të mësyshe, unë besoj në Zot. Për momentin që unë ja u shpreh njerëzve shumë e lumtur që shikoj se unë dua të bëj këtë gjë, do ta bëj, do ta realizoj, patjetër do më ndodhi diçka që do ma prish atë dhe tani i mbaj të gjitha kështu çeftas, vetëm kur të më shihnin ndonjë ditë atë. Shumë shpejt domethënë, s'ndonjë ditë. Tani edhe pak. Nëse mund të të pyes, deri ku kanë shkuar lëndimet e tua? Unë 2025 në vetëm me lëndime e kam pasur. Do t'i mos shqyr kaloj si vit se po theva gishtin e madh të këmbës, edhe rrezikoja që të ngelesha të çaloja, që të them termin e saktë. Edhe në fakt u zhgënjeva shumë, sepse unë sapo kisha filluar të mësoja atë linjën për të ecur dhe ishte një nga pjesët më të rëndësishme gishti i këmbës, sepse ashtu qëndron me gishtin e madh të këmbës tek ai litari i holl, dhe kur doktori më tha që unë mund të çaloj për gjithë jetën, aty ëngra goditje shumë të madhe, por në fakt nuk është se i kam bërë ndonjë trajnim që të thuash e zgjidha, e rregullova me fizioterapia. Po si u rekuperua? Jam lutur shumë, edhe thjesht e dija që do shërohesh. Ndoshta nuk do ishte për tani problemi, mund të jetë për më vonë. Unë këtë nuk e di, se nuk jemi gjithmonë të rinj. Urojmë që jo, por e rëndësishme është unë atë litarin do ta bëj. Dhe vazhdon ta bësh? Po, kam pasur këtë dëmtimin e dhëmbëve që të thash shkoj muaj për muaj tek dentistja dhe po të ta tregoj, para një jave kam qenë përsëri tek dentistja, i thash ka ardhur momenti, sepse ndjej që nuk po mbaj dot peshën e trupit. Edhe më ndodhi dhe një incident njëherë në skend. Ku? Hyp me kokë. O zoti ma. Je lënduar? Po, të thash 2025 ka qenë shumë e tmerrshme për mua. Pra ka qenë mes performancave dhe spitalit, po kuptoj, i gjithë viti 2025. Asnjë muaj nuk ka kjo që po kur 2 muaj mund të ketë. Pas ka qenë 2026-ta. Jo, inshallah 2026-ta mund. Jo. As nuk e mbaj mend, por shpresoj shumë që jo 2026-ta, por para 1 muaj, 2 muaj më zgaboj isha te kushtaraku përsëri. E po më thoshte doktori, po çfarë bëre tani më? Nuk dua që ta mbyllim me lëndimet se jemi në fund të minutazhit, por ajo që unë doja të pyesja ka të bëjë me mënyrën se si ti e gjete rrugën për të shkuar te një publik shumë i gjerë. Pra përmes videove, se jemi mësuar që akrobatët i shohim në cirk, por jo ty. Jo mua. Jo ty. Jo mua. Jo në cirk. Jo, unë jam për skena të mëdhaja, nuk jam për ambjente të mbyllura. Kështu që unë synoj lartësi të mëdhaja që ai lloj ambienti mua, ato lloj ambientesh mua nuk më ofrojnë dot, me gjithë respektin për të gjithë, por nuk është vetëm tek videot. Njerëzit kanë parë atë gjën që nuk e kanë parë asnjëherë tek Fiona. Është si thua, unë po sjell gjëra ndryshe tek publiku dhe i do këto se më beso, unë e kam testuar publikun shqiptar. Kam dalë me flak. Pikërisht, dhe publiku i ka parë, i ka dashur, i ka pëlqyer. Të gjitha. Të uroj shumë suksese në 2026-ën dhe të mirëpres këtu sapo të kesh realizuar atë që ti do shumë dhe synon. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit që ndruat në shoqërinë e Living Day. Mirupafshim.